Ne nga këtu, nga provinca jone e vogël nuk ndrejqim do të Trumpi. Jo, ne po ndrejqim ta tanët këtu. Problemi ynë kush është? Unë pash sot, doli kishte bërë një sqarim Ministrja e Punëve të Jashtme, që pjesa e parë isha shumë okay se sqaronte shqiptarët çfarë është vendimi. Dhe pjesa e dytë kishte një merak të madh për thënë ne ky është aleati ynë strategjik, e tjerë, mbetemi me Amerikën, popullin e madh. Po. Ja ta ndjekim me njërë që të... Shife, po. Dhe të sa interesante është, nuk shqetësohet, Viza turistike nuk janë hequr dhe është në rregull. Të lutem sinkronin. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme rebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kur, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vërnkujen se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë e bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartun shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. E pa imagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë funde krye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet për punimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Për te gjithë kësaj tymnaje, një e vërtet e madhe është e qartë si drita e diellit. Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me cilin na bashkon një rrugë e gjatë dhe e pandashme vlerash dhe qëllimesh. Pra nuk duket e shqetësuar Bushat Ministre për këtë, se vizat turistike janë atë? Ajo është deklarat korrekte. Ja ta them me Bushatin po pyes. Se tani ti po të kushtoj vetëm do flas vetëm ti. Flasim të gjithë. Ti e kaq nervoz sot. Po sepse po më habisin shumë gjëra. Se ne themi të mos nuk diskutojmë dot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se jemi një lokalitet, një fshat. Po ky është një hall i ynë tani, është një hall vërtet më. Tani, pjesë e parë e listës ishte shumë mirë sqaruese çdo qytetar që mund të jetë ndjer i friksuar nga dezinformimi, ka marrë vesh kush preket dhe kush preket. Ajo që mua më duket qesharake është pjesa e dytë. Pra vlerat e Amerikës me të cilat jemi ne aleat, partneri ynë strategjik të broçkova. Tani, dashuria për Amerikën nuk fryhet me gjilpëra botoksi. O është, ose është. Dhe ne deri dje, kjo qeveri ka thënë shqiptarve që ne ndajmë të njëjtat vlera me partnerin ton strategjik dhe prandaj ne përkrajmë emigrantët, ne marrim refugjat nga Afganistani, ne marrim refugjat kur na e kërkon Amerika ata iranianët që mbajmë atje. Këto janë vlerat e Amerikës që qeveria e rilindjes ka pompuar deri tani. Ne duam Amerikën edhe se Amerika do emigrantët. Tani, Amerika thotë unë nuk i dua emigrantët dhe e njëjta qeveri po ka qenë majtë sa më parë, thotë ne kemi të njëjtat vlera me Amerikën, se nuk i duam njësoj emigrantët, se tani nuk i do Amerika. Me kë do jemi ne? Me kë do jemi?
Ne o do jemi Amerika ty të ka bë kompë. O do jemi me parimin, o do jemi me bys lëpirjen preç, dy rrugë ka, o me parimin, o me bys lëpirjen. Unë du t'jem me parimin. Ne po analizojmë një vendim që s'na pëlqen dhe po bim dakord, tani ju doni mi marrë gjitha, vlla. Doni dhe të dalë Shqipëria kundër Amerikës, por nuk delë Shqipëria. Nuk delë. Ka dalë Amerika kundra vete, so preç. Po mirë, ma jashtë një vendim, folën për atë. Do me thënë, po ju për këtë, ne po diskutojmë për një gjë të caktuar. Pra, jam dakord për atë, po kur ti je shtrin tani, do të thonë që me këtë do t'jesh, vëlla, me këtë do jesh. Do jesh me këtë do jesh. Do jesh, po me këtë do jesh, na do orientosh. Je një vend, ka 3 opsione. O do mbyllësh, siç Enver Hoxha, o do bëhesh me Kinën dhe me Rusin, ose me Perëndimin. Se nuk mund t'jesh vetëm. Kurse unë mendoj që nuk duhet t'jesh po aq bys lëpirës sa me Rusin dhe me Amerikën. Kombet i mban digniteti, po nuk respektove veten, kur nuk do të respektoj. Dhe unë... Nga ku e ke pati këtë bys lëpirin? Ku e ke pati? Nga deklarata e sotme, pra që sa po të thash. Nga deklarata e sotme, sepse ne kemi arritur, ja ta mbaroj, pret se më ndërpreve, ne kemi arritur në rastin e qeverisë Nano, në kohën e luftës Irakut, Shqipëria i ka shpall luftë Saddam Husseinit, pa ja shpall akoma Amerika. Pra, nuk të respekton as Amerika, po u bëre vasali karagjoz i Amerikanëve. Unë jam kundër vasalizmit. Unë jam për partneritetin dhe jam që Shqipëria të qëndrojë në këtë aleancë të NATO-s të Perëndimit. Për këtë qëndrim kam unë. Por në lidhje direkt, drejt për drejti me Amerikën, ne po diskutojmë një vendim që s'na pëlqen. Dhe jam dakord pothuajse gjithë që është fyes për ne. Por ky është një vendim, kurse marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën janë të një gamë shumë të gjërshtrihë në kohë, që nga krijimi i shtetit shqiptar deri te kthimi i Kosovës tek reforma në drejtësi. Këto janë shërbimet mëdha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë Shqipërisë. Tani ne do të vëmë shqilmin këtyre sepse s'na pëlqen një vendim i cili është i përkohshëm. Unë jam i bindur se është i përkohshëm, sepse Amerika ashtu funksionon, domethënë. Vjen dikush, vjen një palë tjetër, bëhen zgjedhje, drejtësia, kongresi, ka shumë qendra pushteti, nuk ka një qendër. Dhe ka dhe balancë... Ka dallim mendojnë që duhet bërë këtu, dohen që parimi përgjithës sigurisht, ne jemi kemi aleat Amerikës, mund dalim kundër aleatit, por kjo nuk na pengon që ato vendime të cilat janë kundër nesh, ne t'i kundërshtojmë. Ne të themi që ne jemi dakord me këtë gjë, duhet të riparë, duhet të shohim që... Unë jam dakord me Bushat që këtu servilizmi është bërë... Unë thash, fali minus, se ajo, shikoj... Kjo as nuk i ka hije, sepse... Alianca nuk shprehet me servilizëm, shprehet me projekte përbashkëta me dignitet. Po pra me dignitet. Fakti që nuk na pëlqen një gjë nuk do të thotë që të harrojmë gjitha të tjera. Jo, absolutisht jo, sepse aq më tepër që kemi Serbin këtu që është me domethënë këtu politika është. Unë thash një gjë më shumë, Gjëja me thjesht për të hedhur mjegull është nga fakti dalësh në problem të përgjithshëm. Unë nuk kam problem në një summit të NATO-s. Kryeministri vendit thot po, ne ndajmë vlera perëndimore aleatët tanë Amerikën. Por ditën kur ka dalë një zyrtar i shtetit shqiptar, kur del të bëj një sqarim praktik, dhe kur thot studentët nuk preken, diplomatët nuk preken këta, për të qetësuar qytetarët e vet, nuk ka nevojë kjo shtojca byth lëpirse, për të thënë, aleati, këtë ditë mund të kursesh, aleati ton të madh të vlera, sepse ti si qeverisje nuk je afishuar me këto vlera, je afishuar me vlerat e pritjes emigrantëve, jo të diskriminimit të qytetarëve tu emigrantë. Ka që po thoshëm? Unë them këtë që ti edhe mund t'i thuash këto vlera, se këto funfare të rikë janë. Por çështja në bisedë, Denis, edhe ti mund të hysh në bisedë. Jo, tani po dëgjoj. Çështja është tu mendoj. Jo, bëj çfarë duash, po mund të hysh. Në fund fare, nuk e cënon aleancën tonë, qofse qeveria shqiptare i kërkon qeverisë amerikane si aleat, si mik, si vlla, si ku dëgjon, që
ta rishohin këtë pikë sepse ka shumë prej qytetarëve tanë të cilët do ta vuajnë këtë gjë dhe do pra një farë mënyre. Ai dhe me danezët aleatësh akoma. Unë nuk them që të shkeli se unë kërkova më shumë se ka që thuti kur fola herën e parë, po se ke pas mendin. Jo, po them, këtu po flasim. Unë them që dikush, një institucion në Shqipëri, ndoshta Ministria e Financave mund të kërkojë, qoftë edhe për informacion, sa me qenë se tani kanë filluar me numëru njerëzit, e kupton. Kur filloi numëro njerëzit, atëherë të lindë drejta, edhe ne si Shqipëri na lindë drejta që a mund na vinin në dispozicion sa taksa paguajnë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë do të thoshte ministri, ju lutem qytetarë të nderuar dhe respektuar, ne do të bëjmë këtë punë. Ylli, tani jemi duke se po duam e hapim si duam lojën. Tashi unë s'kam asnjë pasion që të komentoj deklaratat e një përfaqësuesi qeverisë me cilën jam në opozitë. Por deklarata ka një kontekst, domethënë, ajo, unë e pash, ajo përgjigjështon, bile ajo tha atë që tha Andi, dhe habitin me Andin që nuk e kapi. Ajo përgjigjështon gjithë ato zëra që u ngritën këtu që tani, domethënë, ne Amerika na ka vu vizën gjithë. Ishte pjesë e mirë e deklaratës pra. Pjesë e parë i formuar. Ajo pastaj është pjesë e fshatit këtu që bën tu dolën pa na shpallën grata qeveria, shpall kjo. Ajo do replikoj. Ne nuk po replikojmë, replikon ajo. Pa dyshim, dhe deri këtu është korrekte dhe shiformuese. Por ditën që Amerika ta trajton me racizëm të qenit shqiptar, ti nuk mund të krenohesh që ne ndajmë të njëjtat vlera me aleatin ton strategjik. Se je një kokër mashtrusi, hipokrit që bën propagandë kot. Prandaj thash, nuk mate dashuria për Amerikën me gjilpëra botoksi. O e ke, ose ke, nuk mund t'jetë falso. Mund mos e dushme, po mund... Ora se është punë dashurie, si jemi të bëj gabim. Ora mund mos e dush fare Amerikën, po atë zgjidh si aleat, nuk flitet për vlera aleatësh. Dashurie, është punë e orientimit strategjik të vendit. Jo, ç'është ashtu që këta kur në marrëdhëniet me Amerikën, këta nuk vënë interesat kombëtare tona, qoftë të Amerikës. Këta vënë interesat private. Dhe këta nuk flasin, në mënyrën se si i drejtojnë Amerikës, i flasin që ta kenë mirë ata personalisht me Amerikën, jo që marrëdhëniet midis dy palëve të jenë, të jenë atë nivel që vërtet i shërben të dyja palëve. Kjo është një lloj... Dhe në këtë rast, të jesh aleat dinjitoz, do të thotë... Shohësh interesin e vendit tonë, jo interesin privat, po për tjetër. Minimumi të heshtësh. Por jo kur Amerika tregohet raciste ndaj popullit tënd, ti të thuash ndaj të njëjtat vlera me aleatin ton të madh strategjik. Atëherë, po ndan të njëjtat vlera, merri dhe ata afganët që ke pritur në emër të tjera vlerave refugjat tu se ti ka sjell Amerika dhe zboj. Për shtatju vlerave të reja të aleatit tënd. Për të qenë fair, mund ta lexojmë edhe si pra ta eliminojmë termin racizëm. Amerika nuk ka hallin e racizmit, po ka hallin e menaxhimit të problemeve të brendshme. Jo. Domethënë, po flas këtë, shteti shqiptar për tac. Po mirë, kjo është rrjedhoj pastaj, kjo është rrjedhoj, por shteti shqiptar unë them, mund mos merre me këtë. Ama duhet merret patjetër me pasojën që sjell kjo tek një pjesë e mirë, familjarë shqiptarë që kanë njerëzit atje dhe nuk shkojnë dot të bashkohen me familjet e tyre. Pra, ti duhet t'i gjendesh pranë qytetarit tënd. Kjo është po në qoftë se gjuaj qeverisë. Dhe kjo nuk është fare anti-amerikane, domethënë, thel kjo s'ka të bëjë me anti-amerikanizmin. Në qoftë se qeveria e vendit të prekur, ditën që preket, del me deklaratë që unë ndaj të njëjtat vlera me aleatin ton strategjik, atër kjo qeveri është anti-shqiptarve. Ka që thjesht. Thjesht nuk e qanë kohë shqiptarët, me kjo është pa marim në nivelin më të putë. Për këtë dhe ti ikim nga kjo bisedë, tani në të gjuan fjalët e ministres, po a duhet të angazhohet Shqipëria, konkretisht Ministria e Jashtme, për shembull mund të ndodhte kjo gjë me Gjermaninë, po themi, ose me Francën. Janë vendet vegjël sigurisht, po kjo nuk kanë faj ata që janë më të vegjël se Amerika, që mund të bëjë çfarë dojë. A mund të angazhohet shteti shqiptar për të bërë përpjekje për të hequr nga kjo listë Shqipërinë? Po angazhohen, po japin Zvërnecin, Sazanin, presin Ivankën të vi këtu. Për të ndihmuar emigrantët e kanallin që bëjnë to e kupton. Deri dje Ylli Rama
bënde si gangsteri në Europë, kritikonte Europën, që Europa ca gjëra i ka kështu, fliste me terma kështu, si i çlirët ndaj, si njëri që nuk e ka problem për flas për problemet e Europës. Ndërkohë që sot flet në gjuhë komplet tjetër. Sepse sot mendojun, Rama i ka punët të keq ndërkombëtarisht dhe prandaj detyrohet mbaj këtë lloj sqepi ndaj çdo gjëje dhe të mos flas për asgjë. Mendojun pak. Për mendimin tim, të parë që duhet reagojnë, që t'japin shembull që t'na frymëzojnë dhe faktorët këtu, duhet të jenë vetë shqiptarët në Amerikë, që janë ata atje, ata vetë janë garantuar, por ata mund të informohen dhe kanë mundësi më shumë se sa ne këtu, të informohen dhe të mbajnë një qëndrim për ata që kanë ngel këtu. Është për të treguar solidaritet me ata që... Kjo është në vullnetin e tyre pastaj. Dhe duke gjykuar dhe duke arsituar dhe mbi këtë fakt që janë akuzuar ata pa e psojnë këta këtu. Akuza u bëhet atyre, apo jo? Që ju jeni parazitët këtu, ju po jetonin kurizin tonë. Nuk kemi që themi rini këtu, por duke ju bërë akuzën atyre, e psojnë këta në Shqipëri. U takon atyre që të përgjinështrojnë njëherë, na njohin me të vërtetën, se unë gjithnjë kam folë me shumë njerëz sot, edhe njerëz që janë intelektual në Amerikë, shqiptarë, edhe ata janë shumë çuditur, dhe nuk ka mundësi të jenë kaq shumë. Nuk ka mundësi, thonë. Po nga del kjo Shqiptar shifra, punojnë. se këto... Po pra, ata mund të informohen zyrtarisht. 21% që... Amerikanët. Statistikat e tyre. Po pra, se, më thonë, prej që po thotë s'ka mundësi të jenë të vërteta, tash, ose abuzojnë me shifrat, ose... Ja, nuk besoj se abuzojnë. Ma thënë shumë, po kjo kërkon informacion zyrtar, që mund të kërkojnë pikë pari shoqatat e shqiptarëve në Amerikë, edhe për dignitetin e tyre dhe Shqipërisë, dhe ta kërkojnë dhe Ministria e Financave e Shtetit Shqiptar. Ata të shka që Shqiptar. marrin ndihmë atje janë njerëz të cilët kanë probleme, që nuk marrin ndihmë. Pjesët e mos e tyre, ka dhe njerëz që manipulojnë më shumë. Por fali minut, ndihma kanë mjekësore është një e drejtë në Amerikë. Ajo është një shkelje e ligjit amerikan. Nëse kjo është një gjë që nuk e zgjidhim dot ne.